Tashmë mësues në pension, Haxhi Cena është një figurë e njohur dhe vlerësuar për kontributin e tij në arsim. Në prag të 7 marsit, ai promovoi librin e tij të titulluar Historiku i Gostilit, i cili fokusohet në fillesat e fshatit dhe fiset që e përbëjnë atë. Koncepti kryesor është ky që jetë tek periudha e Gostilit. Domethënë, fillesat e Gostilit janë që në shekullin e 14. Janë me dy fiset më të vjetra të Gostilit që janë Sopi edhe Gjergji dhe Sopi. Të dy kanë ardhur nga Peqi dhe Gjergji, kanë ardhur nga Oroshi i Mirditës. Janë fillesat në shekullin e 14. Kemi pasani fillesat të tjera dhe gjatë shekullit 16, ardhin e Gostilasve të tjerë tonët, të fisit Cenaj, të fisit Sulaj, të fisit Morati, të Lezi, që kanë ardhur rreth vitit 1750. Kemi dokumenta arkivor deri në dokumenta turk, të kadastrave turke, që vërtetojnë se në vitin 1571 ka patur dy gostila, gostili i poshtëm dhe gostili i sipërm. Për të plotësuar librin e tij, Haxhi Cena u referua te banorët e vjetër të Gostilit, të cilët i rrëfyen për traditat e kohës së tyre dhe emërtimet e zonave të fshatit. Ai punoi për afro 2 dekada për të arritur në përfundim të botimit të këtij libri me të dhëna të sakta. Dhe dhënat gojore që i kam marr nga burrat meshëm, nga burrat e odave, nga ato që kanë vënë vulën në katon, se notat e miqet për shembull. Kur lidh që notat e miqet, si tash më i pyet në një mos më zgjat se mërziten, ashtu lidh që notat e miqet, aty burrat e Gostilit, që edhe në vende tjera, aty dile me një vendim. E s'kish më, si thot populli, luje maskërit e bullit, nuk kish llavet kota aty, po kishte një vendim unanim dhe do ta zbatonin gjithë. Historiku i Gostilit është një libër që do të mbetet për brezat e ardhshëm, pasi shumë njerëz nuk e njohin historinë e fshatit. Unë them që do të vlej, diçka do të vlej. Verinia është karakteristik. Këta kanë me kërkuar më shumë breza tashëm, që si kanë ditë që kush janë kjo tokë, qish ashtu si kanë qenë këto ora, çfarë emra ka pa, ato të paktën, po e them këtë për thjeshtësi, bollsi mësojnë se këto emra kanë qenë fshatit tyne në periudhën filan. Familjarët dhe ish nxënësit e shkollës e vlerësojnë këtë libër historik dhe shprehin mirënjohje për kontributin e Haxhi Cenës në arsim. Është kënaqësi e madhe të rikthehem në këtë borë ku jam rritur dhe të rikthehem vendlindjes time dhe të përjetoj momente kaq të veçanta siç është botimi i këtij historike ku autor është Haxhi Cenaj, por në faktikisht kanë kontribuar të gjithë gostilasit. Dhe unë kam dëshirë që kjo vepër të vazhdoj. Madje në koordinim me drejtoreshën e shkollës Lilianën, kam shumë dëshirë që të hap një portal dhe një gjithë së bashku si gostilas tek pjesët e librit që mungojnë mund të shtojmë, ta pasurojmë dhe të përmendet dhe kontributi i të gjithë atyre që kanë pasuruar materialin. Unë mendoj që kontributi do jetë tepër i suksesshëm për gjithë brezat, jo vetëm se për Gostilin, po dhe për Morë Trevën e Veriut. Është një historik i goditur, me tëna ato gjanat e vyme, edhe të epokës që ka ikë, edhe të kohën edhe të lidhjes fisnore, vllaznore, e më tutje më gjatë tregon një unitet të këtij fshati tepër modest si në gjithë kohrat që janë bashkuar. Në kuadër të festave të 7-8 marsit dhe promovimit të librit, shkolla Ahmet Voga organizoi një aktivitet ku morën pjesë nxënësit me interpretime dhe recitime të ndryshme.